Në ambientet e Bibliotekës Publike Marim Barleti të Shkodrës u zhvillua këtë martë një aktivitet përkujtimor kushtuar 147 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, një prej ngjarjeve më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar. Rëndësia kombëtare e lidhjes ishte në fokusin e organizatorëve. Në fjalën e tij, historiani Anelmo Spahia, pedagog në Universitetin e Shkodrës Luiç Gurakuçi, thekson angazhimin e qytetit të Shkodrës dhe kontributin e figurave të kohës në përpjekjet për liri dhe bashkim kombëtar. Komiteti i Shkodrës luajti një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e plavës edhe Gutsisë, në luftën e Miletit për mbrojtjen e Hotit edhe Grudës, por edhe për mbrojtjen e Ulqinit. Aktiviteti trajton rolin e rëndësinë e figurave të rëndësishme të Shkodrës, qoftë në planin diplomatik, në planin politik, në planin shoqëror. Muzikologu Çamil Gjurezi në një prezantim të detajuar foli për rëndësinë e muzikës si mjet ndërgjegjësimi kombëtar, duke sjellë në vëmendje figurën e Palo Kurtit dhe marshin Bashkimi i Shqipërisë si një shprehje artistike e idealeve të lidhjes së Prizrenit. Ka kompozuar marshin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe është shumë i rëndësishëm ky marsh, i cili ka shoqëruar të gjithë komisionin e Shkodrës. Në komisionin e Shkodrës janë disa emra, por një prej emrave kryesor është edhe Selim Gjurezi, i cili takon Brezi 4 të imi. Pjesë emocionuese e aktivitetit ishte edhe interpretimi muzikor i veprave të Palo Kurtit, realizuar nga mjeshtri i violinës Anton Kaftalli, maestro Ilir Zoga në piano dhe Luk Mlluxha në kanto, të cilët sollën për të pranishmit atmosferën artistike të kohës. Aktiviteti i sotëm jo vetëm që rikujtoi një kapitull të lavdishëm të historisë kombëtare, por edhe theksoi domosdoshmërinë për ruajtjen e kujtesës historike dhe vlerësimin e figurave që kontribuan për identitetin shqiptar.